Problemi nuk është AI, je ti. Po e trajton si një makinë kërkimi, kur në fakt është një motor ekzekutimi. Kur I jep një pyetje gjenerike, merr një përgjigje mediokre. AI në gjendjen e tij bazë është I verbër. Nuk e di kush je. Nuk e di çfarë po ndërton. Nuk e di modelin tënd të biznesit. Është inteligjencë me potencial infinit, por me zero drejtim. Këtu ndahen amatorët nga arkitektët. Amatorët kërkojnë prompts magjike. Arkitektët ndërtojnë kontekst. Inxhinieria e kontekstit është shtresa e munguar. Është japësh AI-t identitetin, rregullat, kufizimet dhe qëllimin tënd final, para se ti kërkosh të bëj punën. I njëjti model AI mund të jetë një asistent I lodhur ose një partner ekzekutiv I nivelit gjenial. Ndryshimi I vetëm, konteksti që ti I kodon